Ajola Xoxa u paraqit ditën e sotme në SPAK. Ditën e sotme bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia i Ajola Xoxa, është paraqitur në ambientet e prokurorisë posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit SPAK. Ajo ka mbërritur në ambientet e SPAK në kuadër të respektimit të masës së sigurimit detyrim paraqitje të caktuar ndaj saj nga gjykata. Xoxa është nën hetim për kryerjen e veprës penale të korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim nënter. Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzimi për deklarim, mos deklarimi, fshehja ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave privat, personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim, parashikuar nga neni 260 dhe 25, 287 fraksion 2 dhe 257 fraksion A 2 i Kodit Penal.